Protestë organizuar nesër në sheshin Skënderbej nga shoqata e veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, por dhe veteranët e luftës në Shqipëri, kanë gjithë të drejtën e Zotit që të mlidhemi nesër në këtë protestë në Tiranë dhe jo vetëm në Tiranë, por në të gjitha sheshet e Europës ku bota demokratike merr vendime për fatin e shqiptarëve. Protesta e nesërme që do të marrë në Tiranë ka vetëm një mesazh. Nuk mundet në Hag që me provat e xhelatit të gjykohet lufta e një populli të tërë për liri dhe pavarësi, lufta e popullit Kosovës. Atje në Hag nuk po gjykohet Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasiqi dhe Recep Selimi, po me provat e Beogradit po gjykohet lufta e drejtshmërisë e një populli të tërë. Standardet me të cilat po gjykohen ish komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës bëjnë me turp jo vetëm drejtësinë ndërkombëtare, po bëjnë me turp drejtësinë e çdo vendi demokratik. Nuk mundet në atë gjykat të themelohet fajësi me provat shajuara në Beograd. Dhe nesër nga sheshi Skënderbej do të duhet përcillet mesazhi dhe do të përcillet mesazhi që komandantët që po gjykohen pa drejtësisht në Hag nuk janë vetëm. Pas tyre është një popull i tërë janë shqiptarët. Kush i thot vetes shqiptar, pa dallim bindjesh politike, sepse kur flitet për Kosovën, unë e thash dhe sot në parlament, refuzoj të bashkohem një debati politik lidhur me luftën e popullit Kosovës dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës për liri dhe pavarësi. E refuzoj këtë debat. Pavarësisht refuzoni, Ulci, pavarësisht ju që refuzoni, ka shpërthyer një debat. Ju thirreni në një unifikim në ndërkohë që nuk ka unifikim. Duket se as kjo protestë nuk i bën bashkë shqiptarët pavarësisht kauzës. Unë e thash sot, unë refuzoj të përfshihem në këtë debat sepse nuk është në nderin e asnjë force politike në Shqipëri të kapitalizoj politikisht protestën që zhvillohet nesër. Nesër është një protestë e shqiptarëve në sheshin Skënderbej. Nuk ka rëndësi në është sheshin Prishtinë apo në sheshin Skënderbej, sepse edhe në protestën që organizuan Prishtinë pati pjesëmarrje masive edhe nga Tirana dhe nga gjithë qytetet e Shqipërisë. Nuk ka rëndësi sheshi. Dhe ka një diskutim në Tiranë për protestën e nesërme, por unë e thash sot, nuk është të tashin asnjë partie politike të gjykojmë shqiptarinë e secilit prej nesh. Kosova është ndjeshmëri e madhe për çdo shqiptar. Kush i thot vetes shqiptar nuk duhet ta prekësh tjetrin ke çështja e Kosovës. Politik të bëjmë për çfarë të duam, por jo për ato që po ndodh në Hag. Sepse kush e desh, unë sot e thash, kush e deshti Kosovën, pati nga ata që rrogën armët dhe erdhën dhe e paguan me gjak pavarësinë e Kosovës. Dhe kjo janë ajka e kombit, ata që dhanë jetën për Kosovën. Ndërsa kush se pati këtë mundësi hapi dyert e shtëpisë, hapëm zemrën. Kush më shumë e kush më pak. Tani çështjet t'i gjykoj historia, po jo ne. Ata që do të vinë pas nesh, rolin e gjithë secilit në raport me Kosovën. Por ama ky është momenti që ne do të duhet të jemi bashkë. Dhe nesër aty është thirrur një protestë qytetare. Nuk ka pse ndahemi me përkatësi politike kush do të jetë në cilin kuadrat do të jenë të djathtët e ku do të jenë të majtët. Kosova është Kosovë.